Së bashku në transmetim të drejt për drejt. Do të flasim tani për atë që na shqetësoi të gjithëve. Kam fjalën këtu për lajmërimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, ku ka paralajmëruar në fakt se grupet lidhura me Iranin mund të kenë në shënjestër vendin tonë, ndoshta edhe opozitën iraniane, por për këtë do të flasim tani në lidhje të drejt për drejt. Kam zotin Xhavit Shala, ekspert i sigurisë. Zoti Shala, përshëndetje, mirë se vini. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit. Kënaqësi të bisedojmë së bashku në këtë transmetim të drejt për drejt. Zoti Shala, ka vend për panik? Është Shqipëria target? Po, ka një keqkuptim lidhur me atë njoftimin që u bë dhe u ngrit një alarm dhe ngjalli pak panik në publik, po unë nuk mendoj që është vendi për panik, por është vendi për kujdese të shtuar, sepse Irani ka patur qëllime në raport me Shqipërinë një herë, ka marrë një qëllim armiqësor në gjithë për një kohë më shumë se sa një dekadë, pra që në kohën kur këtu vendosen refugjatët iranianë. Ata që sot janë të Mekë, që quhen të Mekut dhe që në vendin tonë janë me statusin e refugjatëve. Dhe kanë marrë një qëllim armiqësor dhe ky qëllim u arriti kundin kur ambasadori i tyre u përzu nga Shqipëria më saktë, u detyrua të largohej dhe qëndrimi i tyre ka qenë në vazhdimsi të tillë dhe ata kanë zhvilluar në mënyrë permanente një luftë hibride ndaj Shqipërisë, duke përfshirë këtu paktën pjesa e dukshme që janë sulmet kibernetike. Si pasojë sulmeve të tyre u cënua, ata synuan të cënonin vëmendarinë e institucioneve shtetërore shqiptare në mënyrë që të gjallin një pakësi për shërbime që nuk i ofroheshin popullit. Pra synimi i tyre ishte vërtet një synim për të destabilizuar të paktën raportet e shtetit me qytetarët. Pra shteti nuk është i aftë të ofrojë shërbime. Ta më vonë kanë vazhduar përsëri sulmet dhe Shqipëria ka qenë në vazhdimsi në target i sulmeve të tyre kibernetike. Më të fundit kanë qenë ditët e kaluara ku u sulmua rrjetet e kuvendit, të prokurorisë dhe në institucione tjetër, por që ndryshe nga sulmi para 3 viteve më parë, të herë dëmët nuk janë të atyre për masave që ata prisnin. Pra, në një farë mënyrë pse se ka 3 vite që në Shqipëri bën investime të jashtëzakonshme në drejtim të sigurisë kibernetike dhe Shqipëria tashmë është nga vendet që paten është vlerësuar në vitet e fundit që ka bërë një investim të shpërgjyer në fushën e sigurisë kibernetike. Gjithsesi, sulmi do të ketë, përpjekjet do të ketë, ka përpjekje jo vetëm ndaj vendit tonë Irani, por edhe ndaj vendeve të tjera të cilet ai i quhen armiqësor, por këtu do të ky keqkuptim dhe mbase ai njoftim mund të ishte shprehur diçka në një mënyrë tjetër, pra që mos duke patur parasysh ne jemi një vend i vogël dhe si i thonë fjala merdhen për pak dhe unë gjallë kjo situatë. Por unë nuk mendoj se ka vend për panik. Strukturat, duke qenë se ne kemi qenë në një sulm permanent nga ana e Iranit, strukturat zbatimit ligjit në vendin tonë, por edhe komuniteti i inteligjencës, shërbimeve të inteligjencës kanë vazhduar, kanë qenë gjithmonë alert, pavarësisht që në publik nuk duket kjo, se ata merren përdit me vëmendarinë e tyre për parandalimin e goditjeve qoftë të këtyre, po apo qoftë sulme hibride të fuqive tjera, sidomos të Rusisë e tjerë. Pra, nuk është diçka e re. Këto institucione janë institucione që punojnë vazhdimisht, janë institucione që janë të njohura me këtë veprimtari, janë institucione që mbase diçka duhet ndryshuar në këtë aspekt, duke marrë si shembull të që ndodhi, duhet një komunikim me drejt për drejt edhe me komunitetin, domethënë të bëhet qartë se ç'po ndodh, pra se ka vite që përplasen me sulmet e Iranit dhe vetëm në informacionin e komunitetit është vetëm çka ka ndalë nga burime të tjera. Pra në një farë mënyrë duhet të menaxhohet ky raport i informacionit me komunitetin dhe nga ana tjetër dhe të bëhen për të rritur vigjilenca në komunitet për raste kur jo në rastin e sulmeve kibernetike, por në rastin e sulmeve të tjera hibride, siç mund të jenë ato që thotë edhe ambasada amerikane, domethënë angazhimi apo zgjimi nga gjumi i celulave
inteligjencës iraniane, të cilat mund të jenë përhapura kudo ku ata kanë interesa, po mund të jenë përhapura në vendin tonë. Si mund ta interpretojmë, zoti Shala, njoftimin e ambasadës kur tha se duhet bërë kujdes në shumë bare, restorante, edhe në qendra tregtare? Se dakor, të kuptuam që mund të ketë sulme kibernetike, sulme të tjera që një tjetër sulm mund të jetë në kampin Mek ku strahojnë opozitarët iranian. Ky njoftim ka vend për panik, interpretuar kështu, bare, restorante, qendra tregtare? Po, keni drejtë, unë thash që mesazhi mund të ishte drejtuar pak ndryshe, sepse pikërisht kjo është ajo pjesa që mund të ngjall panik, domethënë. Dhe mesazhi mund të ishte dhënë me drejt për drejt, po duke mos përmendur këto, sepse ne tashmë jemi edhe në prag të fillimit të sezonit turistik etj. Pra, ndërkohë tashmë kërkohet nga agjencitë e zbatimit ligjit që jepet mesazhi që ka siguri dhe siguri ka, nuk mund të Irani ka kërcënuar ambasadat e Shtetit Bashkuar të Amerikës në gjithë vendet e botës. Dhe mesazhe të tilla kanë marrë çdo shtet ku ka ambasadë dhe ku ka shtetës amerikan, kanë marrë mesazhin që të jenë të kujdesshëm. Kjo mësa pash unë ka një 3-4 ditë më parë një gazetare amerikane u rrëmbye në Irak dhe kjo tregon fillimin e veprimtarisë së proksive të Iranit ndaj shtetasve amerikanë në vendet afër apo larg konfliktit. Kështu që i paraprihet edhe kësaj duke njoftuar qytetar, ju dini ju një gazetare, e dini që edhe kur ka një miting, qoftë në Beograd, qoftë në Tiranë, qoftë kudo tjetër, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës atje në Beograd apo në Tiranë i bën njoftimin që qytetarët amerikanë duhet të kenë kujdes të mos afrohen në ambiente tjera. Gjithashtu në vendin tonë ka qenë edhe një praktikë tjetër, bile që ambasada ka bërë thirrje që në filan lokal në X vend të mos frekuentohet me shtetas amerikanë. Pra ka tash t'japin një mesazh. Nëse bile informacioni në këtë rast ose thirrja njoftimi i ambasadës amerikane në këtë rast thot mundet. Nuk thot që sepse po të ishin të sigurta gjërat, ata kanë kanale tjera komunikimi. Agjencitë shqiptare të zbatimit ligjit dhe shërbimit inteligjente janë non-stop në kontakt, sidomos me strukturat e sigurisë pranë ambasadës amerikane. Dhe drejtoria jone antiterrorit e policisë, e shërbimit informativ bashkëpunojnë, jo vetëm këtë rast, por kanë bashkëpunuar në vazhdimsi, pra kanë shkëmbyer informacione, kanë vlerësuar çdo situatë. Kështu që unë nuk e gjykoj që kujdesi shtuar duhet, sepse Shtetet Bashkuara janë në luftë. Ne jemi aleat i ngushtë i Shtetit Bashkuar të Amerikës, e kemi shprehur në sër edhe vendime së qeverie etj. Pra dhe Irani ka qenë vazhdimisht në luftë hibride ndaj vendit tonë dhe kjo do të thotë që ne duhet jemi të kujdesshëm. Për sa i përket raportit me Mekun, unë jam i sigurt që edhe vetë iranianët e dinë që organizata Mekut është pranuar në Shqipëri në kushtet kur ata u përzuan nga Iraku dhe Shqipëria ju dha një stre, siç u ka dhënë stre shumë kohë më përpara në kohën e luftës së dytë botërore, siç u dha stre edhe hebrejve, pra kundërshtarëve të Iranit. Pra dhe këtu duhet vlerësuar mikpritja shqiptare. Këtu në Shqipëri atyre nuk është, ata kanë statusin edhe ndërkombëtar, statusin e refugjatit, por këtu në Shqipëri kanë statusin e mikut dhe nuk është lejuar në asnjë mënyrë që të kryejnë veprimtari në dëm të shtetit iranian. Pra kanë huq statusin e tyre, edhe statusin e mikut, por edhe statusin e refugjatit që mos përzihen në veprimtari politik. Kështu që këto gjëra i dinë edhe Irani, po tashmë situata është një situatë lufte, është një situatë tensionuar ku nuk ka vend për logjik, ka përshtypjen në këtë moment. Kërkon vëmendje të shtuar. Unë do të thoya që kërkohet një vëmendje, duhet të punohet diçka më tepër edhe në drejtim të informimit më mirë të qytetarëve, pra duhet ndryshuar diçka strategjia e komunikimit, sepse ja të ndodhemi në një situatë. Këtu desha të ndalem, zoti Shala, pa ju ndërprer logjikën. Ka patur transparencë maksimale nga ana e shtetit ndaj qytetarëve në të gjithë të periudhë? Kur e bëj këtë pyetje, i referohem dhe asaj që mund të ketë ndodhur në 2018, ku ka patur tentativë për akte terroriste
në vende ku organizoheshin festa fetare. Pra, ka qenë kaq transparente dhe i ka informuar kaq mirë shteti qytetarët në lidhje me këtë gjë?